A i qas më ka thonë. Po mirë më vëlla, edhe dje duhet ta bonte atë punë, edhe përdorimin e gocës time nuk e mbrojti nga Mateo, edhe më tha dhe tjetër në shushunj, edhe kënd ma ta them dhe këtë, edhe kënd vështrimin që unë i thash o vëlla, se ai tha, si që thonë gjithë ta, o ti ato që ne rrim ty nga mrapa, ato dalin gjithë i përcjell ti, tani. Po mirë, i thash unë, kënd vështrimi im që është ndryshe, që do thot, të gjitha këto që dalin, që rrin me mua, dalin të tëra. Pse nuk del Selin më vëlla? E di që tha? Tha, pa ajo nuk manipulohet nga ty. Që do thot ai, se do gjej arsye kundërshtoj argumentin tim. Unë i thash këtë si argument. Selin nuk del o vëlla, se është e aftë e loja dhe unë e kam lënë të lirë të lojë, edhe e ka lujt lojën, është e fortë, kurse gjitha të tjerat nuk kanë lujt o vëlla. Unë nuk i kam marrë këtu mbrapa edhe të bëj lojën që dua unë. Tani, një sekond. Se ja, unë prandaj mërzitem, se ti ke keq interpretim fjalësh. Ti e ke lënë Selin të lirë të luaj? Jo. Po jo e kam lënë të lirë të luaj në kuptimin e asaj që po dua unë të s'luaj. Po mirë, një sekond. Ne fillon bigu. I kam lënë të lira më të gjitha të luajnë. Po janë, njerëzit janë të lirë, më nuk i le ti të lirë. Njerëzit janë të lirë. Po pra, atëherë fillojmë nga këtu Arbër. Unë Selinin nuk e kam lënë të lirë. Selini është e lirë, nuk manipulohet se nuk ka kam arrit ma manipulohet. Ashtu duke thot ai, po ti manipulon dhe nuk i le. Po sepse nuk i le kushamu mos të le. Po kjo pra është. Po pra mirë, po dhe ty të leverdis të quhesh që ti nuk i le njerëzit të. Tani dëgjoj, nëse ty të duket keq, unë nuk më duket fare keq që ti kesh strategji të tillë loje. Unë i kundërshtoj. Okej. Ja ku ke Selinin si shembull. Selini është o zotë, që shumë vështirë diskutime me ty. Po mi më tash i debat o bëjmë, mos ta bëjmë as debat. Ti me Selinin, si fillim, marrëdhënia me Selinin të shndërtuar bazë interese. Cila ka qenë situata? Dhe ty të ka leverdis, një sekond, dhe ty të ka leverdis që një njëri këtu brënda din të mbaj lojën. Bukur. Se unë këtu nuk kam hy, vetëm e gënyu, unë këtu s'kam hy me lojë. Kupton, për kundrazi kam thënë që unë ndoshta këtu 2 javë kam jetë gjatësinë time. Edhe dal. Po një sekond, po ti e krijove diçka dhe isha unë ajo që mbajta lojën. Bukur pra. Që në shqyrtim leverdiste edhe vet. Po hapardisë se mbajtë lojën për mua, apo të mbajtë edhe për veten tënde. Po pra, por baza ka qenë interes. Më pas është bërë njerëzore. Po pra, po patjetër. Dhe pastaj kur u bë njerëzore, unë kur i vi në peshore mendoj që unë marrëdhënie me mirë kam më shumë njerëzore se sa interes. Kur ndodhin situatat, mua nuk më pëlqen që del her pas here më në pa marrëdhënia jonë e interesit se sa e lojës. Dhe çfarë mua nuk më pëlqen, o mirë. Sepse trajtojnë ata ashtu. Ta trajtojnë si të duan. Çfarë nuk më pëlqen është që nuk po sqarohet qëndrimi jot kundrejt me, jo për mua. Nuk po sqarohet për, po e ke thënë 20 herë, me të dalur 25 herë në prime, nuk është e njëjta gjë. Pse, si do që ti sa do ta sqaroj unë, ata e çojnë aty gjën sepse është gjithë kjo i gjithë Big Brotheri këtu, banorët. Do të thënë ti nuk shef asnjë problem te veprimet e tua. Po një sekond më, asnjë lloj problemi, po shikoj më. Jo. Ja pra te veprimet po them që këta e quajnë që unë bëhem xhelos se kam djenja, e kupton? Sepse këta edhe si kur, po të them dhe njerë, mos kishin fare neve shikime sy në sy, do ta trajtojnë që shive bëjnë gjasme dhe ku shkojnë te krevati, ças bën aty poshtë. Ha, më bursi i soi është apo tani. Mirë.